أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجوه 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 سفري كوبرت زجوه 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أشتريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أشتريت. Shikuesit nderuar, selam aleikum. Vazhdojmë ne me emisionin ton Merr Frim, edicioni special për Ramazan, ku sonte kemi hoxhën e nderuar Bekir Alimi. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se ju gjetëm subhanallahu në këtë emision. Lutim Allahun që t'i jap shëndet dhe bereqet e sukses në këtë angazhim tonin për këtë muaj të bekuar të Ramazanit, që ta freskosh, do thotë, publikun e TV-s tuaj me këto emisione dhe me këta mysafirë të ndryshëm që i keni në emision. Alhamdulillah. Për sonte kam zgjedh hoxh të bisedojmë për një dietar shumë të madh, një gjigant. Ai është Sheikh bin Bazi, Allahu e mëshiroft. Amin. Valla, drejt me thonë, kanë herë ne muslimanën përgjithësi nuk i vlerësojmë sa duhet kolosët e islamit, gjigantët e mëdhej, që kanë dëshmu praktikisht për pozitën e tyre të jashtëzakonshme që e kanë në zbatimin e mësimeve fetare fillimisht, pastaj në përhapjen e tyre teoretikisht dhe në ofrimin e modelit praktikisht të këtjerat. Nëse flasim për Sheikh bin Bazin, rahimullahu ta'ala, flasim për një njeri i cili të cilit Allah i ka dhënë jetë të gjatë, ka jetuar parafërsisht 87 vjet, ka lind 1912, ka ndruar jetë 1999 miladi, por subhanallah e gjithë koha e tij ka qenë në shërbim të islamit. Edhe s'ka pas momente pushimi. Një moment shumë interesant për jetën e tij është që asë një ditë pushimi se ka shfizu, hiq. Gjatë gjithë karierës së marrëdhënies punës që ka pas. Asë një ditë pushim s'ka pas. E para. E dyta, nuk ka dalë në penzion. Deri në ditën e fundit jetës tij ka punu. Pse? Jo që ka pas nevojë për pare, për rrogë. Po ka thënë, nëse dalë për punës, nuk mund me vazhdu me unimu njerëzve. Gjithë koha e tij ka qenë disponim të jashtëzakonshëm për njerëzit. Dietarët në përgjithësi, sidomos ata që janë dëshmu me devotshmërinë e tyre, janë yjet që e zbukurojnë qiellin. Janë yjet që e zbukurojnë jetën fetare të ummetit islam përgjithësi. Dhe këtu duhet ndalem për ta bërë një kalim të një çështje që ka të bën me dietarët, guximin e njerëzve fillestar në mësimet fetare, hoxhallarët e ri, njerëz që ndoshta kanë fetari, po kanë keq kuptime në lidhje me fen dhe karrierën e tyre fetare, intelektuale, fetarinë e tyre e fillojnë duke i prek, duke i ngacmu këta figura të mëdha. Realisht, nëse ne konstatojmë se këta janë miqtë e Zotit, prekja e tyre, ngacmimi i tyre, tentativa për të denigruar pozitën e tyre, u kthehet bumerang atyre. Dhe nëse themi na se Allahu i madhëshëm në hadithin kursi ka thonë men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, kush e armiqson mikun tem, i kam shpall luftë atij, gjithsesi ai njeri që tenton me denigru pozitën e madhe të këtyre kolosëve të islamit, ai vet ka murzu. Edhe vet ka mi thi hunë të veta. Edhe vet ka mu diskvalifiku nga të gjitha pozitat që tenton ai me i marë. Andaj në historinë islame njihet një fjalë shumë e bukur, e përmend Ibn Asakir, njëri prej dietarëve të Damaskit, të Siris, që ka jetuar në shekujt e mëhershëm, e ka një libër Historia e Damaskut, ai aty e ka një fjali si duket tenton me elaboru këtë fenomenin e hoxhallarëve të ri ose njerëzve të ri fetar që kanë nuk e kuptojnë thellësinë e diturive fetare të ulemave të mëdhej, as larg pamësinë e tyre, as do thot zemërgjërsinë e tyre dhe fillojnë fetarinë e tyre duke i ngacmu këta dietar të mëdhej. Edhe ai thot një rregull shumë të bukur, thot dije se mishi i dietarëve është i helmosur. Dhe se ligji i Zotit në ata që përgojojnë dietarët është i njohur. Ajo është do thot largimi i tyre nga feja dhe domethënë devijimi i tyre.
Çfarë do të thonë mishi I dietarëve është helmuar? Se përgojimi në gjuhën fetare do të thotë të hash mishin e njeriut që e përgojon. E nëse mishi I tyre është I helmosur, atë kur ti e përgojon e han mishin e tij, realisht ti helmon vetveten tënde. E helmimi këtë rast nuk është organik, helmimi këtë rast është fetar, është shpirtnor. Secili njeri që e nis udhëzimin e tij, fetarinë e tij, duke përgoju kolës të Islamit, imam të mëdhej të muslimanëve, ai ka me psu devijim, dekadencë dhe dobësim të fetarisë të tij derisa ta lënë krejtësisht fen Zoti na ruaj. Dhe andaj porosia jonë është që edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit vazhdimisht të tregojmë respekt të jashtëzakonshëm për imamët e mëdhej, dietarët e mëdhej, kolës të Islamit që kanë sakrifikuar shumë dhe kanë harxhu këtë jetën e vet në Islam. Sheikh Ibn Bazi rahimullahu taala 87 vjet ka jetu. 89 vjet I vjen sipas kalendarit hijri. Po. Një njeri që mbi 50 vite ka shërby. 57 vjet ka qenë në marrëdhënie pune. Mbi gjysmë shekulli. Kurse në shërbim të Islamit ka qenë edhe më tepër se kaq. Se që në moshën e re, domethënë si I ri, alo pa I bën 20 vjet ai fillon shërbimin e Islamit. Do thotë 70-60 vjet e kusur I ka në shërbim të Islamit. E tash ti vjen edhe nuk ja din vlerën, nuk e respekton, ose tenton me ngacmu ose me denirë pozitën e tij, ti veç vetes ja bën, askush s'ja bën tjetër. E tash shifni Pikërisht kjo ka qenë shkak nderimi ndaj tij. Ndaj veprës së tij që më e bënë këtë emision. Na duhet vazhdimisht të vlerësojmë dietarët musliman, të gjithë pa përjashtim që kanë sakrifikuar. Ti mundesh me pas mendime të ndryshme prej tij. Mundesh me pas pikpamje ndryshme prej tij, sepse bota akademike është e larmishme. Ka hapësirë për lloj-llojshmëri, ka për hapësirë për mendime të ndryshme. Mirë, po asnjëherë na nuk duhet me leju vetvetes me I ofendu, me I nënshmu, me I përbuz kolës të Islamit, sepse ajo neve na kthehet, na humbi, ama ata s'humbin. Ata veç ngritin në lart e më lart, edhe gabimet eventuale që kanë pas përgojimet tona, ofendimet tona I pastrojnë edhe për atyre pak gabimeve, edhe ata veç shkojnë duke u rrit pozitën e tyre te Allahu subhanahu wa taala. Dhe në lidhje me këtë rast mosmarrveshjeve, e kemi një ndodhi edhe me Sheikh Ibn Bazin rahimahullahu taala. Në biografinë e tij tregohet se duke qenë I ri si kadi, si gjykatës fetar që punonte më një prej qyteteve të vogla të Saudis, vjen një njeri për të marrë një fetva prej tij, pasi që kishte marrë fetva nga muftiu I asaj kohe, Muhammed Ibrahim, Sheikh Muhammed Ibn Ibrahim, ka qenë mufti gjatë kohë në Saudi, edhe ka qenë domethënë këshilltar I mbretit Abdulaziz në atë kohë, domethënë babës së këtyre mbretërve që kanë ardhur pas në Saudi. Ky jep fetva se ti njeriu do thotë e ka divorcu gruan e vet, edhe s'ka drejt me martu më, edhe kish shkon te Sheikh Ibn Bazi rahimullahu taala me lip fetva, po pa I treguar se ka marrë fetva para pakisht për një hoxhës. Edhe shkon te Sheikh Ibn Bazi rahimullahu taala ku ishte si kadina qytetën, e kur e shef Sheikh Ibn Bazi rahimullahu taala thot ka dal tam drekna, si mysafir jemi, e kjo ka qenë traditë e tij. Çdo kush që ka shku mysafir se ka lënë me dal prej zyrës së tij, prej shtëpisë së tij pa I dhënë drek ose dark. Marrësi çfarë kohë I ka shku. Bujaria e tij ka qenë e dallueshme. Dhe masi han drejt thot urdhno që ki mesele, thot kështu e kam mesele, thot është mesele e lehtë. Edhe jep përgjigje që mundet ta kthesh gruan tonë. Edhe kjo bëhet si një çështje e një mosmarrveshjes mes një hoxhe të ri dhe hoxhës vjetër. Realisht mes nxënësit edhe mësuesit. Edhe Sheikh Ibn Bazi rahimullahu taala shkon te mësuesi I tij, e thot e para unë kërkoj falje se nuk e kam ditë që ti ke dhënë përgjigje ndryshe. E dyta kjo është komplet kuptimi jam për meselen, edhe na duhet me pas tolerancë në mendime ndryshe. Dhe normalisht hoxha ka mirë kuptuar faktikisht qëndrimin e tij edhe është e kalu. Mirë po, ky muhabet është bërë pak I madh në atë kohë, flas para 60 viteve. Në qartë. Edhe mrin deri te mbreti Abdulaziz. Edhe thirr mbreti Abdulaziz, Sheikh Ibn Bazi rahimullahu taala I thot në pallatin mbretëror, edhe e këshillon thotë je hoxhi I ri, nuk është mirë me dal ka shi hoxhës vjetër e me dhon fetva të ndryshme se ti e humb autoritetin atij, po edhe vetes, po edhe krijon domethënë mosmarrveshje dhe udhëtit e besimtarët. E këshillon edhe e qorton bilmedin. Sheikh Ibn Bazi thotë rahimullahu taala, thotë me vend e ki, po ja tregon si ka ndodhur, se kam pas një jetin me kundërshtu hoxhën tem, se kam ditë se kam marrë përgjigje për dikujt. E kjo ndodh shpesh me hoxhallarët.
vjen një xhamat e vet një hoxh një pyetje dhe jap përgjigjen ai. Ose nuk është i kënaqur me atë përgjigje, ose me qëllim po nuk e di. Fitnexhi. Shkon te hoxha tjetër, edhe e pyet, njëjtën pyetje, edhe tenton me marr përgjigje të ndryshme. Edhe kur ta hapë kjo hoxha i dytë përgjigje ndryshe, atëra e përhapet. Që filan hoxha më ka dhënë kështu përgjigje, filan hoxha më ka dhënë kështu përgjigje. Domethënë janë ujdi mes vete. Që normalisht është tentativë për me denegru dikam për xhallarëve ose me kriju fitnë dhe fesat të musliman që është praktikë e keqe. Ti mundesh me pyet për shembull disa ulema nëse s'flen zemrat e një përgjigje, ama nuk i drejt mi publiku tuti përgjigjet e kundërta, sidomos mi atribu filanit edhe fistekut e me kriju edhe domethënë hidhrim mes tyre xhallarëve mes vete, po më e keqe se kjo është me i nda xhamatin tabore. Filani xhamati i këtij hoxhës, filani xhamati i atij hoxhës. Nëse kjo ka ndodhur domethënë në atë kohë dhe shim bazi ka treguar se unë se kam ditë se ai ka pyet edhe atë edhe mua edhe se fetfaja jeme, përgjigjja jeme ka qenë e kundërt me përgjigjen e hoxhës ton dhe është sqaru. Dhe thot pranojnë pjesën e përgjegjësisë teme, do thotë edhe pas një kohe mbreti Abdulaziz kur e kupton sinqeritetin e hoxhës Sheikh Ibn Bazit rahimahullahu taala dhe devotshmërinë e tij dhe zemërgjënsinë e tij dhe sjelljen e mirë të tij në përgjithësi, një këshilltarit vet që njeh Sheikh Ibn Bazin ja jep do parë dhe të shkot që ja hoxhës si një kërkim falje prej meje se gabova me hoxhën që e qortova. Edhe shkon nga kryeqyteti domethënë i Saudisë Riyadit në qytetin ku ka punuar atë hoxha, thotë takova në xhami, ishte duke mësu fëmijë djem të ri. Thotë edhe kur po, tha hajde mi se ka ardhur. Tha ku marr tham një selam ekipi mbretit se gabimin që ka bërë me ty don tash me e korrigju edhe ta ka qenë një hedhje. Ka thënë hajde tham drejt në bash, mos e ne bëjmë mohabet. Edhe e thirr këtë mysafirin, këtë këshilltarin e mbretit në drek, edhe i thirr nxënësit e dijes që i ka pas në atë vend, në drejt të aj, hanë buk, mas ja buk, thot, bere qatë amanet që kështë e pru, thot, ja dhash amanetin, thot, edhe andajt i krejtve, aty në nxënësve dijes, studentve që ishin aty, thot, edhe s'mori për vetë asë një dinar. Dhe thot, edhe devotshmëri, po edhe ndershmëri, edhe nuk ka leju asë njëre që parja ndikon në ndërtimin e karakterit ti, ndërtimin e personalitetit ti, ndërtimin e identitetit ti intelektual. Se kjo ndodh fatkesisht në shumë raste situata ku shteti nëpërmes dhuratave që jep akademikëve intelektualëve. Ose do thot shtresa e biznesmenëve nëpërmes dhuratave që jep intelektualëve akademikëve e hoxhallarëve. I uzurpon më një farforme, i sklavron më një farforme. Dhe i detyron që ata në momentin që flasin, bëjnë analiza, bëjnë studime, japin fetfa, japin qëndrime, të tentojnë spaku mos t'ja prishin qefin pushtetit ose lobit biznesit. Edhe në këtë formë, në më thonë faktisht hoxha, kur fillon me marë parë dhurata prej pushtetit ose prej pasanikve, a i bëhet i kushzum, jo direkt, po indirekt, që mos pa prishe qefin atyre. Nuk e ka lirin, dhe andaj ulemat musliman përgjithësi, kur kanë ardhur dhuratat e pushtetit, nuk i kanë pranu. Ose nëse i kanë marrë, ja kanë dhënë tjerëve, që mos i lidhet zemra e tij me pasurinë, e pastaj të dëshiru pasurit tjetër me marrë hapet, me tentu mja fitu zemrën, ose mi hinë qef ati pushtetitarit, ose ati biznesmenit, edhe të mendu se në këtë formë, a i ka me marrë Allah pare, edhe pse me këtë veprim, ose me këto qëndërime, ose me këto fjalë, a i thënë rregullat e fesë, ose i kundërshton rregullat e fesë, ose e hup sinqeritetin e vet, apo e hup atë që është gjithashtu shumë e rëndësishme, dëshirën e flakt me fitu kënaqësinë e Allahut dhul xhelal. E Sheikh Ibn Bazi rahimullahu taala ka qenë i këtill, që është sjell mirë me pushtetarin, e ka këshillu pushtetarin, por edhe s'ka leju që të blihet nga pushtetari. Po, sepse zemra e tij ka pas tjera qëllime në jetë, kjo shumë është madhështore. Zemra e tij nuk ka ditë çka është punë dynjaje. Gjithë jeta e tij ka qenë adhurim Zotit, kërkim diturie dhe përhapje diturisë, dhe shërbimi njerëzimit. Po këtë jetë e tij, prej mëngjes, namaz sabahut, deri në mesnatë, kështu ka qenë. Orari i tij gjumit ka qenë 4-5 orë ditë. Këtë koha tjetër ka qenë ose adhurim Zotit,
ose kërkim diturie, lezim librash, ose përhapje diturish, ose shërbim të njerëzve, ose dhikr dhe dua. Shifne, do thot, ka qenë i njohur, që njerëzit i kanë shkruajtur letra për këtë botës. Kemi shumë raste interesante të ndërmjetësimit të tij. Për shembull, kur ka vdekur Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala, thuhet se janë mbi 15,000 letra që ai ka shkruajtur kryetarëve, do thot pushtetarëve, politikanëve, njerëzve. Edhe me mija dhe dhjetra qindra mijë letra që e kanë thënë njerëzit atij. Për shembull, para mendo, njerëzit e thjesht i kanë shkruajtur. Një grua nga Filipine i ka shkruajtur letër Sheikh Ibn Bazit. Ka vdekur burri, ma kanë mbyt burrin, krishterët në Filipinë. Edhe kam met unë me jetima, s'ka kush më liman. E thot shehu në punësve që ka pas kur ka qenë mufti i Saudis, ka thonë ta animojmë këtë rast. Ka thonë ne skemi se domthonë vendi punës mufti i Saudis është vend që merret me çështje akademike, intelektuale, nuk është shoqat humanitare. Ne skemi rregulla për ndihmu ekonomikisht dikant. S'kena domthonë asnjë aktiviteti. Ka thonë Sheikh Ibn Bazi, aty me në punësve, ndani nga rroga ime 10.000 rial, edhe që janë ndihmë. S'keni padet, fondet, buxhetet uja, parët e mia. Më s'melon keq vetëm. Letër i ka ardhur për një të burgoset në Algjeri, falni, për një të burgoset algjerian në Paris, në Francë. Francë. Para më do, në Burgaj, e thot qysh, edhe normalisht i është bo padresia ati në burgosja. Thot, si t'ja bëjën dalë për burgot. I shkon menja të shkon letër Sheikh Ibn Bazit, rahimullahu taala. E me letër Sheikh Ibn Bazit të ti, pa e njoftish, as nuk e din rastin e më dhonë, po normalisht angazhon ambasadorin e Saudis në Francë, që ai të kontaktoje me, do thot, pushtetin e Francës, me burgun e Francës, që ta analizoj rastin e tij dhe nëse është e vërtetë se ai është i pafajshëm dhe do të duhet lirohet, të lirohet. Dhe është liruar. Ma interesante që ka ndodhur në këtë rast është ndërhyrja e tij për ta liruar Nejmuddin Erbakanin, rahmeti për shpejt, njëri prej figurave kyçe politike në Turqi. Se ju na gjithë e dim se do thotë Turqia ka pësuar shpesh herë grushtet ushtarak, edhe në një prej grushteteve ushtarak ka qenë i burgosur Nejmuddin Erbakani, si politikan domethënë pro-islamik që ka qenë në Turqi. Edhe i vjen lajmi që Ibn Bazit se është burgos një, do thotë një dietar, një shkencëtar, edhe një shërbetor i fesë islame, është mirë me intervenu disi për me liru prej burgut. Edhe i tregojnë, thotë, domethënë komandantët ushtarak, generalet ushtarak që kanë bërë grushtet ushtarak, ata kanë komunikim të mirë sepse janë të njëjtë shkollë me disa pushtetar të Pakistanit. Edhe Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala i flet ambasadorit saudit në Pakistan, që ai t'i fole kryetarit të Pakistanit që ka qenë ish general ushtarak, e ai general ushtarak të ndërhyje tek generali turk që ta lirojnë nga burgu Erbakani. Edhe kështu ka ndodhur, domethënë hatri i Sheikh Ibn Bazit rahimahullahu taala ka ndodhur që domethënë të lirohet nga burgu ka ndërmjetësuar për ta liruar një aktivist islamik, një njerëz që ka shërbyer domethënë edhe fen, po edhe vatarin e vet për një burgosis pa drejtë që është bëu atij. Kjo është një shembull se gjithmonë ka pas fitnexhi për marrëdhëniet arabe-turke mi Prishtinë. Sheikh Ibn Bazi ka qenë model i cili si ka këshirë të mohabet hiç. Atij ka interesuar. Domthonë as si ka interesuar botkuptimi i njerit. As mëdhëbi i tij. Thotë vetëm disa ka interesuar. A është njeri i drejtë? A është njeri në shërbim të kauzës? A është njeri në shërbim të vendit vet? Këto gjëra ka interesuar. Edhe andaj për shembull në Afrikë kur kanë shkuar, në Afrikë kanë gjetë njerëz që e kanë njoftë. Ka thonë ti ai kon Saudi dhe njathë që jam kon kur. Po pikatin, po e di emrin e tij se shumë ndihma na kanë ardhur pi atij. Bilem tregohet se kur ka vdekur Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala, 1000 hoxhallar kanë met paroka. 1000. Sepse këta ata i kanë marrë me paga Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala. Ka qenë njëri domodin jashtëzakonisht i palodhshëm. Tregon rrethi i tij që e ka thënë për emisione se e bën ti me hoxhallar tash në emisione. Thot 14 vjet e ka pas programin e rregullt në radion e Kurani Kerimit në Saudi. Është radio nivel shtetënor, e ka pas program javor të rregullt 14 vite. Asnjëherë s'ka mungur në program. Domthonë para më do. Me gjithë ato angazhime, sepse ai ka qenë kryemiftiu i Saudis. Ka qenë kryetari i komisionit për fetva. Ka qenë kryetari i këshillit të hoxhallarëve. Ka qenë kryetar i konsillit fikut islamik botnor.
ka qenë themelues i Rabitas Islamike. Domthon ka pas funksione të shumta. Aktivitetet të tashme. Domthon përgjegjësi të mëdha. Pra më do 14 vjet në asnjë emision s'ka mungu. Hoxha, ndërprej kështu, për shikuesit, jena të folë për një person i cili ka qenë i verbër apo jo? Po, i cili Nuk ka po. që fëmijën e hershme është verbërnu. Domthon edhe s'ka arritur sukses domthon me shëru veten dhe ka vazhduar deri në fund jetës i verbër, po. Po, flasim për një njerëz që ka qenë i verbër. Mirë po, pse ka qenë i verbër në sy, domthon zemra e tij ka po. Edhe kujdesi i tij ka qenë shumë e fuqishme. A i tregon një rast, dy student kanë ardhur për Riyadit Medinë kur ka qenë rektor në Universitetin Islamik të Medinës, kanë ardhur pranë ditën e xumë. Apo ka thonë ditën e xumë e kam ndohur për fëmijët. Ama ka thonë na kena një punë shumë urgjente dhe do na më kthi prapë në Riyadh. A ka mundësi sot? Ka thonë hajde para dreke. E kanë kallëzuar që kanë problemin. Ka thonë le shohim na, hajde mas dreke për drek, edhe le shohim mohabetin. Thotë na vjen na vike marrë se e ngushtum hoxhën. Mirë po thotë, kur shkom të shtëpia, e gjetëm shtëpinë full me njerëz, plot. Këtë njerëzit hallëxhi. Ma interesante, thotë kur erdhëm te dera, nuk e dishim ku ka shtëpia atin. Edhe pam derën hapën, ama zgjuzoheshim me hise, se dishim as bashkë shtëpia. Edhe kur njëri aty tha, ka një të lidhur shtëpinë e shimën bazit. Po ka thonë, ç'kjo hinje? Po ka thonë, si s'ka kërkosh këtu. Po dera e shtëpisë shimën bazit kur nuk mbyllet. Kur nuk mbyllet, për është e hapur. Dhe kur futëm rënë pa plot njerëz, atëherë pakës dhe morëm guzim se tham nuk kena gabuar shumë se pas ka dhe njerëz të tjerë që mirë po thonë na u vanum kur shkum për zdyti. Thot edhe pyetin për enat ton. A ka ardhur filoni dhe filoni? Tham po ka ardhur, tha shtrojnë bukën. Se pa mundoj ka mojt me emrat e këtyre njëri ka taku. Edhe ka thonë shtrojnë bukën se ka ndodhur atë, mas ne thonë sot si punën na shkum në vendin ton. Domthonë njëri që e ka nda këtë kohën për besimtarët. Njëri për shoqëruesët e tij thotë një ditë ishim vonë natën të lexuar një libër në pjesën e muamelatëve, marrëdhënieve ndërnjerëzore, çështjet juridike që kanë të bëjnë, çështjet fikore që kanë të bëjnë. U bë sot 11 natës. Edhe shej bazi tha, po e nal me thamsimin, tha, po shkem me flet. Shej bazi tha, nuk e i lodh. Ama ai që lexoi ke librin, tha ish lodh. E ke vërejti. Nuk e shef, ama e vërejti. Tha po shkem me flet. Se kishte për vete, kishte për atë. Tha edhe tama po mi gati me flet, tha, u qumë me falë vitrin, tha, unë e falë rash, ai vazhdoj më u falë. Kishtë zonë gjumi të u falë. 12 natës, 12 e gjithë, tha ndullë gjumi, kur e shofa e Allah të u falë. Unë e flet apet, kur u qumë për saba, e gjithë apet të u falë. E thamë, kur flenë ki njeri. Gjithë natën dhe më dhonë, shumice e natës e kalon një badet, gjithë ditën, 20 orë, 19 orë, 18 orë, gjithë ditës, me njerëzi. Vazhdimisht të i kry punë njerëzve. E sikur se tham pak më herët, njeri i cili është marrë vazhdimisht me dituri, të lexu për vete dhe të tregu tjerëve. Njeri që vazhdimisht e ka pas derën qelë për këtë hallëxhit. Njeri që është mundu me qenë shërbim të këtë njerëzve me aq sa ka pas mundësi. S'kalon njeri pa i fol nëse ka mujt me fol. Edhe ka pas gjithashtu si tradit që nuk është nda nga jetja e tij, vazhdimisht kur ka fali qenin në xhami, kudo që ka shku. E ka mbajt një këshill mas namazit. E ka shvizuar rastin, 10 minuta, 10, 5 kryesore, ka mbajt këshilla. Thot, gajle ti ka qenë feja Allahut. Gajle ti ka qenë t'i bëje dobi njerëzve. Kur se ka një njerëzit atë të folë për dunjo. Me ble ose me shit. Me ble shpi ose me shit shpi, me ble tokë ose me shit tokë, me ble kerë ose me shit kerë. Kur s'është një. Këtë muhabetet që ka folaj ka qenë ndim njerëzve, meselet fesë. Edhe kur s'ka pas për shembull ndaj çështje, veç ka bëu dhikr. Kjo ka qenë shumë e dalluar te Sheikh Ibn Bazi rahimallahu taala. Pra me të vërtetë një njerëz si ky që Allahu dhu xhelal i ka dhënë kaq ymër që ditën që vdiq ky në ju fal namazi i xhenazës në xhamin e Qabes. Në Qabe. Po, në Qabe ju fal namazi i xhenazës, edhe kur dha emrimi për vdekjen e tij, me miliona njerëz botë janë mërzit. Se kanë taku kur ndoshta, se kanë pa kur. Ama janë mërzit sepse emri i tij, bamirësia e tij, dashamirësia e tij, kujdesi i tij për Islamin, për musliman ka qenë i përhapur anë me botës, edhe njerëzit kanë qajt, edhe njerëzit janë mërzit, edhe njerëzit kanë bërë dua. Edhe sot e kësaj dite, sikur se përmendëm domthon tash 26 vjet po bën se ka ndruar jetë për afërsisht në maj, do thotë 1999-s, po bën 25 vjet e kusht 26 vjet për afërsisht, hala nuk harrote emri i tij. Hala njerëzit e kujtojnë për të mirat që i ka bën. Edhe vazhdimisht
bëjnë dua që Allahu dhe gjallë me shpërbli për punën që e ka bëjë njëri. Me Sheh Albani si ka pas raportet toç? Sheh Ibn Bazi rahimullahu taala ka qenë për ulemave që është marrë me meselet fikut dhe me meselet hadithit. Ka qenë i dalluar në dyja drejtimet. Dhe ka pas marrëdhënie të jashtëzakonshme me Sheh Albani rahimullahu taala dhe e ka lavdruar, do thotë dhe ka thonë një fjali që është e mirë njohur dhe për hapur, nuk di në qiell në këtë nën qiell që jetojmë ne njëri më të ditur për hadithin se Sheh Albani rahimullahu taala. Edhe Sheh Ibn Bazi ka qenë prej iniciatorëve që ta sjellin Sheh Albani si profesor të hadithit në Universitetin Islamik të Medinës. Për respektin që ka pas për te dhe për vlerën e madhe që ka pas tek Sheh Ibn Bazi, Sheh Albani për angazhimin e tij që e ka pas në shkencën e hadithit. Dhe normalisht dietarët mes vete kanë pas mesele që kanë pas mendime të ndryshme, mirë po respekti i ndërsjellë për shërbimin që ka pas secili Islamit në rrethanat dhe situatat e veta ka qenë i jashtëzakonshëm dhe kjo i ka dalluar ata. Më kujtu ai momenti për veturën Vozitin, akoma si më shpjegoj për shikuesit, është shumë interesant mes Sheh Albanit dhe Sheh Ibn Bazit. Po, do të Sheh Ibn Bazi rahimullahu taala ka qenë i kujdesshëm, nëse ai s'ka vozit vet, ka pas shofer, po ka insistuar vazhdimisht te shoferi që të jetë i kujdesshëm mos e vozit veturën, makinën shpejt. Dhe të respekton rregullat e komunikacionit dhe ka qenë kategorik se njeriu që i thën rregullat e komunikacionit bën kundërvajtje jo vetëm ligjore, po edhe fetare, dhe nëse ndodh një aksident, ai ka përgjegjësi para Zotit. Po i kanë thonë Sheh Ibn Bazi, ka thonë, po ti je kaq kategorika, ma Sheh Albani është njeriu që vozit shpejt edhe. I njohur kon që ka vozit shpejt. I njohur, po domthon, edhe pse si ka thyrë rregullat e komunikacionit, po ka qenë domthon vet vozit asë. Edhe kjo ka dalë pastaj në humor mes hoxhallarëve. Ka thonë, ajo është fetva e njeriu që nuk shef edin. E thotë, kjo është fetva e njeriu që e shef. Edhe kanë kaluar në humor në kuptimin se Sheh Ibn Bazi ka thonë, po, ama thotë, kjo është fetva e atij që s'ka paguajt gjak. S'ka bën ndaj kundërvajtje komunikacion, se në momentin që ti bën ndaj kundërvajtje komunikacion e pagun dënime, atëherë kujdesesh më shumë. E don në këtë formë kanë bëu humorin hoxhallarët mes vete, që normalisht dytë ka insistuar që shoferët të jenë të vëmendshëm në komunikacion, të respektojnë ligjet e komunikacionit, mos vozisin shpejt e të bëjnë aksidente, sepse do të jenë përgjegjës pastaj nëse ata nuk i kanë respektuar rregullat e komunikacionit, do të jenë përgjegjës për atë gabim ose atë aksident që e kanë shkaktuar ata. Ajo që i bën dietarët e mëdhej është një porosi për mua si hoxh edhe për gjithë hoxhallarët. Janë disa elemente që shpeshherë na ikin neve nga analiza. E para është dituria. Dituria është një lande gjallë. Nuk ka fund. Është një det pa bregdet. Është një det shumë i thellë, oqean. Edhe njeriu kur është në fillim të detit, i duket se deti është i vogël. Sa më thellë që hin deti, aq më shumë e kupton se deti që ka shumë i madh, që ka oqean. Edhe puna e diturive në përgjithësi edhe atyre fetare me veçanti. Hoxha asnjëherë nuk duhet e ndi veten se ka arrit maksimumin e diturive fetare. Asnjëherë nuk ka drejt të jep vetes të drejt të mendon se është më i dituri në vendin e tij. Se këto janë momente të manifestimit, të vetpëlqimit edhe mendjemallësisë. Dietarët e vërtet janë ata që sa më shumë që kanë fituar dituri, sa më shumë që kanë pas dituri, ata kanë menduar se janë shumë të vogël dituri. Kështu ka qenë Sheh Ibn Bazi. Asnjëherë se ka përmend emrin dietar ose se ka përmend emrin se është më i dituri. Po vazhdimisht ka treguar modesti. Edhe ka thonë, unë jam nxënës dije. E njëjta ka ndodhur me Sheh Albani rahimahullahu taala. Vazhdimisht kur e kanë lavdruar me lavdre, ai është mërzit, ai ka qenë, edhe ka thonë, ne jam asgjë më tepër se një nxënës i vogël i diturisë. Jo nxënës dije, jo më dietar, nxënës i vogël i diturisë. Se ka në gjuhën arabe talibul ilm, nxënës dije, edhe tuwailibul ilm, nxënës i vogël i diturisë. Edhe Sheh Ibn Bazi rahimahullahu taala ka qenë i dalluar për këtë modesti të jashtëzakonshme. Kjo është çështja e parë. Që dituria është lande gjallë, edhe është det i thellë, edhe oqean i madh. Asnjëherë askush prej neve nuk ka drejt të pretendon se është më i dituri. Edhe kjo kërkon një element tjetër që vazhdimisht duhet të jemi në komunikim me diturinë. Vazhdimisht lexojmë, shfletojmë, ta analizojmë atë që lexojmë, ta
konsultojmë atë që e lexojmë me hoxhallarë tjerë, ta debatojmë, që ta marrim më të saktën dhe më të dobishëm për vendet tona. Kjo është çështje shumë e rëndësishme. Pse ke kryer një fakultet? Pse ke kryer doktoraturë? Nuk bëhesh më i ditur në botë. Titulli shkencor, akademik nuk bën më diturin. Leximi i vazhdueshëm, relacioni i vazhdueshëm me diturinë, analiza e asaj që lexon të bën të ditur, edhe të bën të dobishëm për të tjerët. Sepse na kemi shumë njerëz që kanë titull shkencor, po si japin hakun atij titulli shkencor, po edhe si ja shef hajrin kërkosh nga ai titull shkencor. Andaj kjo është elementi i parë. Elementi i dytë është devotshmëria. Adhurimi i Zotit. Kjo është komponent shumë i rëndësishëm. S'është më rëndësi ti a ki gjyba kishall. S'është më rëndësi ti a ki titull as ki. S'është më rëndësi çfarë pozicioni ki në hierarki. Shumë është më rëndësi kush jetë e Zotit Dhul Xhelal. Zemra jote a i ndjen ato fakte, ato argumente, ato këshilla që ti u jep tjerëve. A i përjeton, a i vetë shpirtnisht ato. A i qanë zemra për adhurimin e Zotit, për madhnimin e ti. A i qanë zemra për ulljen para madhnisë të ti. Puna e zemrës edhe devotshmërisë janë shumë të rëndësishme tek çdo njeri, po të dietarët në veçantë. A ki adhurime shtesë. Mos flasim për faljen e namazit. Mos flasim për dalin në xhami në sabah me fal sabah në xhamat. Po sunetet e namazit, po namazin e natës, por agjerimin vullnetar, po sadakan, po dhikrin, po duan, po Kur'anin. Këto adhurime duhet të jesh i dallum. Jo të jesh veç hisedar në to, po i dallum. Nëse përmendën pak më herët Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala, ai ka rënë me flet shoku i tij, ai ka me tu fal. O që natën, apet e ka gjithë u falë. O që në sabah e ka gjithë u falë. Kjo është adhurimi, devotshmëria, janë adhurime shumë të rëndësishme, janë karakteristika shumë të rëndësishme të një hoxhe, të një dietari, të një lideri. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, at-taqwa ha huna. Takvallahu është në zemër. Zemra tonë duhet të jetë mbushur me devotshmëri. Agjërimi e ka qëllim për me na bënë neve më të devotshëm, më takva. Edhe nëse kemi dituri, e s'kemi takvallëk, nuk ka shpirt fjala jonë, nuk ka emocione këshilla jonë, nuk ka efekt qëndrimi jonë. Andaj diturin duhet me bashkangjit me devotshmëri. Të janë dy komponentet që janë të rëndësishme për një hoxh. E treta komponente është shumë e madhe dhe e rëndësishme, gatishmëria për të fliju për mirëqenjen e islamit dhe muslimanëve në vendet tona. Edhe komoditetin, edhe harmonin, edhe rahatlëkun, këto ti duhesh me kon i gatshëm me i sakrifiku në shërbimin e kauzës. Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu ka qenë shembull dhe model për këtë gjë. Dhe këtë ulema të tjerë, ata vazhdimisht e kanë fliju veten e vet, e kanë fliju familjen e vet, e kanë fliju kohën e vet, e kanë fliju pasurinë e vet, e kanë fliju edhe pozitën e vet në shërbim të islamit dhe muslimanëve. Dhe ata me gjithë qenjën e tyre, 24/7 kanë qenë në shërbim të islamit dhe të muslimanëve. Shembujt që përmenden nga jeta e tij janë të plota. Do thotë që këtë dita dhe nata e ka kaluar tu i shërbim njerëzit, tu i këshillu njerëzit, tu fol për vlerat e islamit. Shifne, këta njerëz ndoshta në momente të caktuara me dikujt i dhemsen. Ndoshta në fillim i vjen shejtani dhe i bën vezvese edhe atij. Çka e tu boti? Këtë jetë ajo të shkojmë me njerëzit. Ama këtë na do të bindemi ta kuptojmë se kush kështu vepron, bëhet i madh te Allahu fillimisht. Pastaj bëhet i madh edhe te njerëzit e sinqert. Pastaj mbetet i paharrueshëm kujtimi për të edhe pas vdekjes së tij. Megjithëse na s'mund ta shpërblejmë një dietar me fjalët e tona që i flasim, me misionin që e bëjmë, me dashurinë që kemi për të, me duan që e bëjmë, nuk mund të arrijmë absolutisht të japim ku çfarë shpërblimi, çka mund të jep Allahu Dhul Xhelal. Edhe për atë shkak secili njeri, secili hoç, këtë jetën e vet, këtë aktivitetet që bën duhet të bën vetëm për Allahun. Të fiton vetëm kënaqësinë e tij. Fiton vetëm shpërblimin prej tij. Të fiton afërsinë tek ai, të fiton bekimet e tij. Të fiton që Allahu i madhrishëm të jetë, do thotë, vepra, puna, sakrifica që bëj ta kënaqsh madhinë e tij. Kjo duhet me kon qëllimi. E pastaj Allahu atë njerëz i bën të mëdhej, edhe në këtë botë, po i bën të mëdhej edhe ditën kur dalin para madhnisë së tij. Kur gara mes njerëzve është e madhe. Shifë,
na muslimanët besimtarë, po xhallarët veçanti, duhet me kuptoni se nëse këtu gara është e madhe dhe rëndë. Hoxha me hoxh në aspektin e kualitetit të editorive, në aspektin e kualitetit të interpretimit, të ligjerimit, të dizajnit, montazhës, e kështu me radhë, elementet teknike. Gara është, alhamdulillah, gara është mejdan të mirë. Para mendoni nese ku dalin për Allahut. Me ka do garojsh ti? Ku je ti në atë garë? Ku është Imam Ahmedi, ku është Imam Ebu Hanifja? Po flasë për tabiin të këndej, s'po flasë për sahabët, se ati së mund është ti një gara me ta. Para më do sa kolos ka pas islami, e ti si hoqë, si e djetar, a nuk e mendon se ti atje, me ata do jesh në gara? A do, në cilin nivel mund është me qenë ti në gara me ta? Je shumë larkë. Po edhe për besimtartë, para më do besimtartë e sodit, do të garejnë me ata besimtartë të devotshëm të brezave të artë të islamit, të ata njerëz të sinqertë, të devotshëm, që kanë sakrifiku shumë për të mirën e islamit. Pra çka ne sot për shembull ndoshta nuk mund të bëjmë shumë punë të mëdha sa kanë bërë ata, për shkak të rrethonave ku jetojmë na. Ama zemra jon mundet më mush me iman. Zemra jon mundet më mush me dashni për Allahun dhul xhelal. Zemra jon mundet më mush me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Zemra jon mundet më mush me dashni për ata njerëz të mirë që janë kanë. Sepse ka ta dua me atë do jemi. Ndoshta s'mund të mërim na me punët tona të mira, ama do mërim në me dashnin tonë që kena për ata. Njëni për sahabeve e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah sa. O i dërguar i Zotit kiameti. Nuk i dha përgjigje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një herë e vazhdoi fjalimin e tij. Dhe pas një kohë u kthi dhe tha, kush ishte pyetësi? Ta filani pyeti ja Rasulullah. I tha, s'është më rëndësi kur ka ndodhur kiameti. Çka ke përgatiti për kiametin? Punët e tuja që ke bë. Ky njeriu e dha një përgjigje shumë interesante dhe mendoj se ja vlen monal, edhe është argumenti për atë që thash paraprakisht. Ta unë s'kam bërë shumë punë. S'kam shumë agjerim vullnetar, as namaz vullnetar, se namazet edhe agjerimin farz e kam. Por unë tha e kam një gjë që shpresoj të më shpërlen Allahu për të tha, unë e dua Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur e tha ke sahabi këtë fjali, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, anta ma man ahbabt, ti do të ringjallesh me atë që e ke dashur. Andaj kur ne e duam Allahun, neve do na mëson Allahu të shohim madhninë e tij që është shpërblimi më i madh. Ne kur e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu do na mëson të jemi në shoqëritë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne kur i duam sahabët, do na mëson Allahu të jemi në shoqëritë e Abubekrit, Omerit, Uthmanit, burrave që ka garantuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhenetin, edhe kanë pas pozita të larta. Ne kur i duam tabiinat do jemi me ta. Ne kur i duam imamët e tonë të dashur, Imam Ebu Hanifën, Imam Shafiun, Imam Ahmedin, Imam Malikun dhe të tjerët me radhë, ne do jemi me ta. Andaj na sot ndoshta s'mund të bëjmë punë që kanë bërë ata, ama mund t'i mushim zemrat tona me dashni për besimtarët e devotshëm, për besimtarët e sinqertë, për besimtarët që sakrifikojnë ditën dhe natën, për mujahidat trimat e Islamit, për shahidat që kanë dhënë jetën për Islamin. E kjo nuk është pak. E kjo është shumë e madhe. Edhe andaj edhe ky emision, edhe këto fjalë që i folën për Imam Ibn Bazin rahimahullahu taala, është shumë pak për me tregu propozitën e tij, por me vërtet ka qenë njëri i jashtëzakonshëm. Edhe një rast për të tregoj nga jeta e tij. Një ditë për ditëve vjen një rast nevojtar. Edhe i thotë që Ibn Bazi rahimahullahu taala në punësve shkruajnë një çek pej 1000 rialëve. Gjuhën arabe numrat është nishi një vi e zërët janë pika. E një nish me 3 pika 1000. Ky djali, kur e merr çekun me shku tek arkatari, asoj letër që shkon edhe një pikë, e bën 10.000. E kur shkon te arkatari, arkatari e din se shehu zakonisht jep 1000, nuk jep 10.000. Edhe vjen te shehu thotë, hoxha, tu kanë 10.000, a 10.000 ke shkruajta 1.000. Jo thotë unë 1.000 e kam shkruajt, po ki pas ka pas nevojë të madhe e ka bo edhe një zero, jepja 10.000. E kjo ka qenë veçantia e tij. Se ka dallu njerin që e ka nimu, edhe pse se konë shumë fetar, edhe pse ka pas gabime, ai vazhdimisht ka nimu. E i kanë thonë ata për rreth që i ka pas, hoxha filani se meriton be me nimu. Ka thë s'ka kale. Te nimojmë na, inshallah, kjo nime jonë e udhëzon atë. E kthen te Zoti. I ka shikuar njerëz me sytë e mëshirës. Edhe vazhdimisht
me djetarët, ka të regu respekt të jashtëzakonshëm, hoxhallarët e botës islame, ku ka pas vërejtje, ku i ka pas në të bim në për konferenca, apo në për seminare, me të mirë, ka thonë, e kam lezu librin tanë, Allah e shpërblet për mundin, angazhimin tanë, e kam lezu një mesele aty, më duk mua e gabim, apo gabim e pas kanë kuptue, a ka mundësi ma të regoj shti pikpamjen tonë për qatë mesele, edhe ka nisë, e ka bot debatin në formën ma të butë mundshme. Edhe kur dikush për hoxhallarëve të ri ka shkruar në një libër replik në një hoxhës të vjetër, i ka thonë, korrigjoje mënyrën, vazhdo ti me replikë se bota akademike është e tillë. Ama gjua do të më konë e kulturume, e rafinume, me nivel të lartë kulturës, ku ka pas ashpërsi, heke. Nuk kemi drejt na me, edhe të rego respekt, të rego mirënjohje, të rego vlerësime për punën që e ka bo, pastaj ku e ki vërejtën, me gjuhë të butë, me gjuhë të mirë. Edhe kjo ka qenë pra shkak i pranueshëm për gjithëve. Edhe për atyre që kanë pranuar mendimet e tija, edhe për atyre që s'kan pranuar mendimet e tija, ka qenë i respektueshëm pse se zemërgjësia e tij, zemërbardhësia e tij ka qenë e tillë që ka pas vend për gjithë. Se fundit na s'jap në llogarinë e tjetrit. Absolut. Na mund të jemi gjykatës për njëri tjetrin. Na mund të vlerësojmë ose që vlerësojmë, ama gjykimin e ka Allahu në dorë. Ai është gjykatësi përfundimtari i gjërave. Dhe pra që kemi bazi rahimullahu taala, nuk është marrë me kësi gjana. Veç ka përhap të mirën, ka ndihmu njerëzit, ka dhënë këshilla, ka këshillu mbretër, pushtetar, kryetar, ka këshillu, do thot, njerëz të pasur, ka këshillu njerëz të thjesht. Kush i ka dalë përpara ka këshillu. Se qëllimi i tij ka qenë me fitu kënaqësinë e Allahut. Edhe këtë jetë e tij, aq ka qenë ngarkuar me punë të mira, saqë ai njeri edhe me mendu për të keqes s'ka ditë me mendu, po s'ka mendu as për dunjë, siç e përmendëm pak më herët, se as i ka shku mendja, as goja me folë për dunja. Këtë jetë e tij i ka shku në shërbim të islamit. Pra, marrëdhënie pune, 17 vjet mbi moshën e pensionimit ka punu, i ka thonë pse, ka thonë se nëse dalë në pension, nuk u mipet mundësia me ndihmu njerëzit më. A unë jam mësuar me ndihmu vazhdimisht njerëzit, edhe e shfrytëzoj këtë pozitë që e kam për të ndihmu njerëzit. I ka ndihmu njerëzit. Njëra prej ndodhive që ka ndodhur dhe me këtë po e përfundojmë këtë takim, ka qenë kujdesi për hoxhallarët në përgjithësi, për hoxhallarët shqiptarë. Përmendëm raportin me Sheh Albani rahimahullahu taala dhe kujdesi me pas profesor në Universitetin Islamik, po edhe raporti i tij me Sheh Abdulkadir rahmetullah alayh. Allah i mëshiroft gjithë ulemat e Islamit që kanë shërbuar këtë fe. E shehim bazën e veçantë për cilin duke fol tash, edhe Sheh Abdulkadir në veçantë për cilin le përmend si model. I thotë Sheh Bazi rahimahullahu taala Sheh Abdulkadirit, kam dëshirë të e pas parasysh zullumin e pushtetit asadian në Siri në atë kohë. I ka bo zullum hoxhallarëve, dietarëve. Ka konë rënd me funksionu si hoxh në Siri nga presioni i madh i pushtetit alevit që ka qenë në atë kohë atje. Të e pas parasysh kontributin e madh që ka pas Sheh Abdulkadiri në shkencat e hadithit, e ka ftu ka thonë hajde në Saudi, jem pse dikun, edhe jeton në Saudi, edhe vazhdon me punë tonë akademike. Sheh Abdulkadiri rahmetullah alayh ka thonë, mjep kota mendoj këtë punë. Se Sheh Abdulkadiri rahimahullahu taala s'ka qenë shfrytëzues i rrethonave, i situatave, për t'ia bo vetes jetën më të mirë. Komod. Veç me shiku komoditin e vet. Po e ka shiku ku është interesi i Islamit më i madh. E ka thonë të më japësh kota mendoj këtë punë. S'ka desh t'ja refuzon ofertën më një herë. Edhe normalisht ai ka gjykuar Sheh Abdulkadir se me ndet në Damask, me gjithë ato trysni, peripeci që ja ka dhënë pushteti, se çdo herë që mbante hudve, duhet të lajmërohen në polici në shërbimet inteligjencës të jep raport për hudbet e tija. E kishte maltretime, kishte fyri, kishte kufizime, po shehu rahmetullah alayh Sheh Abdulkadiri mendonte se me ndet në Damask në Siri është më e rëndësishme për Islamin dhe muslimanët se me shku në Saudi. Edhe i thotë që në bazit kërkoj falje, kam respekt madh për ofertën tonë, mirë po unë e gjykoj se interesi i Islamit dhe muslimanëve është me met në Damask, jo me ardhur Saudi. E atëherë Sheh Bazi rahimahullahu taala, kur e kupton këtë sinqeritet edhe këtë gatishmëri për sakrificë, thotë atëherë ti vazhdo me angazhimet tuaja, me punët e tuaja, bile masi je i ardhur në atë kohë nga Jugosllavia, nga Kosova, atëherë merre përsipër që të shkosh të vizitosh ato vende më shpesh, e takosh me hoxhallar, e takosh me besimtar,
e ta përhapësh detyrinë tënde, e na do jemi në shërbimin tënd vazhdimisht. Do thotë, kështu ka qenë edhe kjo ndodhi mes Shekut ibn Bazit rahimahullahu taala dhe Shekut Abdul Kadrit, ku është munduar Shekut Abdul Kadr Arnauti, domethënë që është me origjinë nga Kosova, nga Vrella i Stogut 5, me përkra atë në punët e veta akademike në shërbimin e Islamit, që çdo kund ku kanë dëgjuar që ka pas hoxhallar që kanë punuar për Islam, e kanë ndihmuar Islamin, ai është munduar me ndihmu. Në çfarëdo forme. Të gjitha format e mundshme është munduar me ndihmu dhe normalisht kjo e ka bëj hisedar Shekut ibn Bazin rahimahullahu taala në aktivitetet e këtyre hoxhallarëve. Tash paramendo sa është i madh ky njeri te Allahu xhelal. Paramendo sa vepra të mira vazhdojnë me shku ati në konto, edhe pse ka vdek para 24 viteve. Kështu të me kjo edhe na. Andaj kur folim na për Shekut ibn Bazin, realisht porosia dhe mesazhi nga ky emision është që na hoxhallarët fillimisht, po dhe çdo besimtar mundohet që këtë jetën e tij ta shfryzon për fitu kënaqësinë e Allahut. Ta mbush me vepra të mira. Mos mashtrohet me dëfrime, argëtime, që normalisht ka nevojë njeriu her pas herë në vet, ama në gjitha situatat kujdeset për shpirtin e tij, kujdeset për pozitën e tij tek Allahu Dhu Xhelal. E kjo atë e bën madhështon këtë botë, pa dhe jep pozita shumë të mëdha te Allahu Dhu Xhelal. Atëherë ky njeri nuk ka më bë pishman, pse ka harxhuar këtë kohën në adhurim të Zotit dhe shërbim të njerëzimit. E kështu do të thonë na këtë hoxhallar, këtë besimtar, këtë musliman, njerëz që këtë kohën e harxhojnë në adhurim të Zotit dhe në shërbim të njerëzimit në përgjithësi, atëherë normalisht do ketë harmoni, mirëqenie, mirëkuptim me rati, ka mos në botë. Hoxha i nderuar Bekir Ali, më ishte kënaqësi që të patëm sonte në këtë emision. Faleminderit shumë. Nësi ishte ime që na u dha mundësia për me fol për këtë kolos të madh. Lutem Allahun e madhreshëm që Allahu tash problem me gradat të larta të xhenetit Firdaus e neve hoxhallarëve të ri na bën sa një pjesë e vogël e madhështisë tyre të sinqert në kauzat tona, të palodhshëm në shërbimin e Islamit dhe shoqërive tona inshallah taala. Shikues të nderuar, ky pra ishte emisioni i sotshëm. Shifemi nesër inshallah. Selam aleikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi kopret, Zgjohu a do mbereqet. Falu, namazi është drit. Falu, me zemër e shpit. Falu, namazi është drit.